Horoskopi për datën 23 qershor 2025, dashi, sot, i dashur dash, edhe pse je zakonisht i zënë me ide të reja dhe dëshiron sfida mendore, yjet të këshillojnë të ngadalësosh ritmin. Energjitë e ditës janë më të favorshme për reflektim të qetë dhe aktivitete që kërkojnë përkushtim të brendshëm, sesa për veprime impulsive apo vendime të mëdha. Pozicioni i diellit në katror me Neptunin mund të bëjë të ndihesh i hutuar, emocionalisht i zbrazët apo i paqëndrueshëm. Nëse ke injoruar nevojat e tua për frymëzim, imagjinat apo shpirt, sot mund të ndjesh një lloj zbrazëtie të brendshme. Është një ditë që kërkon thellim të brendshëm dhe sinqeritet me veten. Mund të ndihesh paksa i mënjanuar apo i zhgënjur në marrëdhënie me familjen ose në jetën e përditshme. Por kjo ndjesi nuk është kërcënuese, përkundrazi, është një sinjal i qartë që duhet të rikthehesh drejt ekuilibrit. Pyet e veten, ku po e tepron? Ku po anashkalon nevojat e tua të vërteta? Mos u shqetëso nëse sot nuk e ndjen veten shumë të motivuar. Është një fazë kalimtare që të shtyn të rimendosh qëllimet e tua. Ëndrat e mëdha janë të bukura, por mos harro të vlerësosh momentin e tanishëm. Ndoshta është koha për të lënë pas një objektiv të vjetër që nuk të shërben më dhe për të përqendruar në diçka që të jep kënaqësi sot. Ngjyra me fat, blu. Ora me fat, 13 deri 14:00 këshilla për sot, mos u ngut për të arritur gjithçka menjëherë. Ndonjëherë forca më e madhe qëndron në aftësinë për të ndaluar dhe dëgjuar zemrën. Jepi vetes kohën që të duhet për të reflektuar. Përmes qetësisë do ta gjesh përgjigjen që kërkon. Demi, sot, i dashur Dem, mund të ndjesh një përplasje mes realitetit dhe idealeve të tua. Edhe pse ndihesh i motivuar nga projektet personale dhe pasionet e tua, mund të përballesh me disa bllokime që të detyrojnë të ngadalësosh ritmin dhe të rimendosh qasjen tënde. Katrori mes diellit dhe Saturnit mund të bëjë të ndalesh te ajo që nuk po funksionon, duke e shtuar ndjesinë e ngarkesës ose të pakënaqësisë. Megjithatë, kjo është një mundësi e artë për të identifikuar pikat e dobëta dhe për t'i përmirësuar ato. Energjia e ditës është më e favorshme për të marrë me detaje dhe për të përforcuar bazat e qëndrueshme, sesa për hapa të mëdhenj. Komunikimi mund të jetë i vështirë, mund të ndihesh i pavend ose i pasigurt kur bëhet fjalë për të ndarë ndjesitë apo historitë e tua personale. Frika nga të qenit shumë i ndjeshëm apo nga ekspozimi emocional mund të bëjë të tërhiqesh, por mos harro, ky tranzit ndriçon ato fusha të jetës ku ka nevojë për përmirësim, dhe kjo është një dhuratë në vetvete. Në vend që të jesh kritik ndaj vetes, përdore këtë si një moment reflektimi. Çdo bllokim sot mund të jetë një tregues i drejtë për atë që kërkon vëmendje të veçantë. Ngjyra me fat, ngjyra smeraldi. Ora me fat, 10 deri 11:00. Këshilla për sot, mos e shih ngadalësinë si pengesë, por si një mundësi për të forcuar themelet e tua. Merr frym thellë, strukturo idetë dhe mos u dorëzo përballë pasigurive të përkohshme. Koha dhe durimi janë aleatët e tu më të mirë. Binjakët, sot, i dashur binjak, qartësia mendore mund të mos jetë pika jote më e fortë, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje financiare, miqësore apo emocionale. Disa keqkuptime mund të lindin dhe ekziston rreziku i vetë mashtrimit, të shohësh atë që dëshiron, jo atë që është. Po ashtu, njerëzit përreth teje mund të mos jenë të sinqertë ose mund të jenë të paqëndrueshëm në veprimet e tyre, mund të ndjesh një boshllëk emocional ose një dëshirë të fortë për një lidhje më të thellë shpirtërore me dikë, një grup apo një lidhje të veçantë që nuk po të përmbush. Megjithatë, edhe nëse përpiqesh të fokusohesh te çështjet praktike dhe financiare, një zë i brendshëm do të rikujtojë se nuk mund t'i neglizhosh nevojat shpirtërore. Drejt pasdites, mund të rëndojë një dilemë morale, një pasiguri rreth vendimeve të fundit ose një shqetësim financiar. Por kjo nuk është një ditë pa shpresë, përkundrazi, fati mund të ndihmojë të rigjesh drejtimin, nëse je i gatshëm të bësh disa rregullime të vogla në qasjen tënde. Gjithashtu, mund të përballesh me debate të vogla mbi mënyrën si i shpenzon parat, vlerat e tua personale, apo ndjenjen e respektit, qoftë me të tjerët, qoftë me veten. Nëse ndihesh mes dy zjarresh, përpiqu të mos kënaqesh të gjithë njëkohësisht. Është më mirë të zgjedhësh drejtimin që të përfaqëson më mirë ty.
Ngjyra me fat, blu qielli, ora me fat, 13 deri 14:00, këshilla për sot, mos lejo që paqartësitë momentale të prishin balancën. Fokusoje mendjen në realitetin konkret, por pa e mbyllur derën ndaj intuitës dhe imagjinatës. Të dish kur të ndjekësh logjikën dhe kur zemrën, është çelësi yt për këtë ditë. Gaforja, kjo është një periudhë kyçe për ty, e dashur gafore, ku universi të fton të njohësh më thellë veten, të zbulosh pavarësinë dhe të përcaktosh qartë qëllimet personale. Energjia është e përqendruar në shenjën tënde, duke të shtyrë drejt vetë zbulimit dhe rritjes personale. Megjithatë, mund të ndjesh boshllëk apo pakënaqësi her pas here, veçanërisht nëse ndihesh e pasigurt për drejtimin që duhet të marrësh. Kjo ndjesi vjen nga ndikimi i Neptunit në shtëpinë tënde të 10, që sjell mjegullnaj në lidhje me qëllimet afatgjata apo rrugën profesionale. Mund të ndjesh një thirrje të brendshme për të bërë më shumë, për të zbuluar thirrjen tënde të vërtetë. Por zgjidhja nuk është e menjëhershme, përpara se të ndërmarrësh hapa të mëdhenj, merr kohë për t'u lidhur me dëshirat dhe nevojat e tua më të thella, ndërsa dita përparon. Mund të ndjesh një shtytje për t'u shkëputur nga disa gjëra të pakëndshme të së kaluarës. Kjo është pozitive, por ki kujdes të mos veprosh me nxitim. Përgatit një strategji të mirë dhe jep vetes kohën e nevojshme. Gjithashtu, mund të shfaqet tension në lidhje me ndjenja faji apo situata që të bëjnë të ndihesh e paplotësuar, ndaj është thelbësore të kalosh pak kohë me veten dhe të identifikosh se çfarë të ndalon të ndjesh lumturi të vërtetë. Ngjyra me fat, e bardha dhe e argjenta. Ora me fat, 10 deri 11, këshilla për sot, mos u ndiko nga mjegulla e pasigurisë. Zbulimi i vetes kërkon durim dhe sinqeritet. Lejoje veten të bëj pyetje, edhe nëse nuk ke menjëherë përgjigje. Qetësia e sotme do të jetë themeli i qartësisë së nesërme. Luani, sot, perceptimet dhe besimet e tua mund të vijen në provë, i dashur luan. Mund të ndjesh një tundim për t'ju shmangur një çështjeje që nuk je ende gati të përballesh. Megjithatë, është e rëndësishme të mos anashkalosh detajet e rëndësishme, edhe nëse dëshiron t'i shohësh gjërat përmes një filtri më optimist. Kujdes me idetë që duken shumë të mira për të qenë të vërteta, mund të mos kenë bazë të qëndrueshme, ëndrat dhe qëllimet janë të vlefshme, por nëse po të pengojnë të jetosh dhe të shijosh të tashmen, ndoshta është koha të përqendrohesh në diçka më të prekshme. Nëse po ndihesh je shqetësuar nga rutina, por edhe je shtyrë për të vënë gjërat në rregull. Mund të gjesh një balancë përmes veprimeve të vogla. Mund të ndihesh njëkohësisht i pasigurt dhe i gatshëm për veprim, një përzierje që kërkon vetdije dhe durim, me diellin në shtëpinë tënde të 12, kjo është një periudhë për t'u tërhequr pak dhe për të rifituar forcën tënde të brendshme. Por sot, ky diell përballet me tension me Plutonin, duke sjellë pengesa të përkohshme në përpjekjen për pushim dhe shërim emocional. Plutoni ndikon të marrëdhëniet, duke ngjallur ndoshta frikë për ndryshime ose pasiguri në lidhje me të tjerët. Mund të ndjesh se duhet të anashkalosh një bisedë ose një ndjenjë, por është më mirë të eksplorosh atë që ndjen thellë. Para se ta ndash me dikë tjetër, ngjyra me fat, e artë, ora me fat, 14 deri 15:00, këshilla për sot, mos e lër frikën të të udhëheqë. Marrëdhëniet e vërteta ndërtohen mbi sinqeritetin dhe vetë reflektimin. Jepi vetes kohën që të duhet për të kuptuar çfarë ndjen, por mos e shmang të vërtetën. Balancimi mes ëndrave dhe realitetit është çelësi yt sot. Virgjëresha, sot, me ndikimin e katrorit diell, Neptun, mund të përballesh me paqartësi që lidhen me çështje financiare, mbështetje emocionale, kufi dhe dinamika fuqie, e dashur Virgjëresh. Këto dilema mund të ulin motivimin dhe të bëjnë të ndihesh sikur diçka është pezull. Në vend që të nxitohesh për të zgjidhur gjithçka menjëherë, është më mirë të vëzhgosh, të reflektosh dhe të lejosh që gjërat të shpalosen me kohë. Kujdes me mënyrën si menaxhon financat dhe ndjenjat. Mos lejo që dëshirat e pashprehura ose idealizimi i tepërt të errësojnë realitetin. Kjo pakënaqësi që ndjen mund të jetë në fakt një sinjal i rëndësishëm që të nxit të bësh ndryshime të mëdha ose të zbulojë gjëra që ke lënë pas dore.
Ky është gjithashtu një kujtesë e fuqishme për të mos injoruar nevojat e tua për pushim dhe rigjenerim, edhe pse ky është një moment i mirë për bashkëpunim dhe përkushtim ndaj detyrave. Nuk duhet të injorosh dëshirën për lidhje të thella apo kohë për veten. Mund të ndihesh i kapur mes dëshirës për të ndjekur rutinën dhe nevojës për të ëndërruar diçka më shumë. Kujdes me tendencën për të mbivlerësuar disa situata apo për të parë atë që dëshiron në vend të asaj që është realisht. Nëse ndjen që diçka është e pasigurt dhe je në pritje të ndodhë diçka, ndoshta është koha të lësh pak kontrollin. Shpeshherë, qetësia vjen kur ndalojmë së përpjekuri të kontrollojmë çdo gjë. Ngjyra me fat, blu e butë, këshilla për sot, mos i nënvlerëson ndjesitë që të sjellin parehati. Ato janë sinjale të brendshme që të drejtojnë drejt qartësisë. Jepi vetes hapësirë për të menduar, për të ëndërruar dhe për të rivendosur ekuilibrin mes realitetit dhe shpirtit. Kontrolli është i dobishëm, por nganjëherë lëshimi i tij është ajo që sjell më shumë paqe. Peshorja, sot mund të ndihesh e raskapitur ose pa entuziazëm, e dashur peshore, pasi ndikimi i katrorit diell, Neptun sjell turbullim dhe mungesë qartësie në energjinë tënde të brendshme. Kjo është një ditë për të reflektuar dhe për të pranuar se ndoshta je duke dhënë shumë nga vetja pa marrë mjaftueshëm në këmbim. Mund të ndihesh sikur po përpiqesh të mbash gjithçka në kontroll, sidomos në aspektin profesional, ndërkohë që diçka në jetën personale tërheq vëmendjen tënde dhe të lë të pasigurt. Nëse ndjen se njerëzit rreth teje po kalojnë kufit apo të lodhin emocionalisht, është koha për të vendosur kufi të shëndetshëm. Disa pasiguri në marrëdhënie mund të ndikojnë në qartësinë që ke për objektivat apo drejtimin që dëshiron të marrësh në jetë. Bashko me kujdes situatat që po të thithin energjinë dhe shiko nëse ato po të pengojnë të ecësh përpara apo të ndërtosh ëndrat e tua. Jepi vetes kohë për të pushuar, për të reflektuar dhe për të vendosur prioritetet. Dielli ndodhet në majën e hartës tënde diellore, duke vënë theksin tek karriera dhe imazhi publik, por këndet e vështira që formohen sot mund të sjellin ndalesa të përkohshme. Në vend që të mërzitesh për këtë, shfrytëzoje momentin për të parë me kujdes se çfarë ka nevojë për përmirësim. Mund të ndjesh një presion të madh për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve apo për të mos shkënjyer. Por përpara se të përpiqesh të kënaqësh të gjithë, pyet veten, apo jetoj sipas standardeve të mia apo të dikujt tjetër. Ngjyra me fat, roz pastel, ora me fat, 16 deri 17. 0 o këshilla për sot, mos u zhyt në ndjenja fajësie apo pavlefshmërie. Ti je më shumë se sa rolet që përpiqesh të përmbushësh. Merr një hap prapa për të parë pamjen e madhe. Ndonjëherë, vetëm duke pushuar dhe duke qartësuar mendimet, ne arrijmë të marrim drejtimin që na përket. Akrepi, energjitë e sotme mund të nxisin dëshirën për të mësuar dhe për të eksploruar ide të reja, por njëherëzi sjellin mungesë qartësie dhe pasiguri në rrugën përpara. Katrore mes diellit dhe Neptunit të ndikon të ndalesh pak dhe të rikthehesh tek vetja. Planet që i ke ndërtuar me entuziazëm mund të kenë nevojë për një pauzë, jo sepse janë të gabuara, por sepse kërkon më shumë ndjeshmëri, frymëzim dhe përmbushje emocionale për t'i çuar përpara me qëllim të qartë. Sektori i shpirtit në hartën tënde diellore është i ndriçuar nga dielli, duke të shtyrë të kërkosh kuptim më të thellë në çdo përvojë. Por nëse po neglizhon zakonet dhe nevojat personale, ka të ngjarë të ndihesh bosh ose i paplotësuar, edhe nëse gjithçka duket mirë nga jashtë. Mund të kesh ndjesinë se po noton në mjegull, me disa çështje personale që të prishin ekuilibrin dhe të ngatërojnë planet. Në vend që të detyrohesh të marrësh vendime të menjëhershme, lejoj misteret të shpalosen me kohën. Nëse ndihesh i bllokuar ose i lodhur, kjo është shenjë që trupi dhe shpirti yt kanë nevojë për pushim dhe rigjenerim. Mund të jesh duke kërkuar më shumë liri, por kujdes nga vetë kufizimet që vijnë nga frika apo mosbesimi ndaj vetes. Mos lejo të tjerët të manipulojnë apo të shtyjnë në drejtime që nuk rezonojnë me të vërtetën tënde të brendshme. Sot, mos u ngut. Lejo kohën të bëjë të veten dhe do kuptosh se ajo që sot duket e paqartë, nesër mund të zbulohet me dritë të plotë. Ngjyra me fat, blu e errët dhe e purpurt, ora me fat, 13 deri 14, e 30, këshilla për sot. Kur ndihesh i pasigurt, ktheu te vetja. Frymëzimi yt më i madh nuk vjen nga jashtë,
por nga thellësitë e shpirtit. Merr kohë për të dëgjuar zërin tënd të brendshëm dhe mos harro se pas mjegullës gjendet qartësia, thjesht duhet pak durim dhe besim. Shigjetari, imagjinata jote është më e fuqishme se zakonisht, një bekim nëse e kanalizon në mënyrën e duhur, por edhe një kurth nëse lejon mendimet të largojnë nga realiteti. Është një ditë e mirë për të shikuar brenda vetes, për të zbuluar dëshirat më të thella shpirtërore dhe për t'u lidhur me pjesën krijuese që mbase e ke lënë pak pas dore kohët e fundit. Edhe nëse kjo kërkon të heqësh dorë përkohësisht nga disa objektiva praktike apo materiale, kjo introspektiv do të japë më shumë qartësi për të ardhmen. Energjitë e ditës favorizojnë aktivitetet e qeta, krijuese apo medituese. Nëse ndihesh i pasigurt për një çështje financiare apo për një marrëdhënie, universi të sugjeron të mos nxitohesh. Qëndrimi në një zonë reflektimi është shumë më i shëndetshëm se sa marrja e vendimeve nën pasiguri. Kjo ndjesje të qenit në limbo është një thirrje për të ngadalësuar ritmin dhe për të riorganizuar veten shpirtërisht. Me diellin që ndodhet në shtëpinë tënde të 8 diellore, është periudhë ideale për të ndërtuar strategji jete, për të kuptuar më mirë veten dhe motivimet që të drejtojnë. Por me aspektet e tensionuara që krijohen sot, mund të përfshihesh në mbimendim dhe dyshime të panevojshme. Çështjet që lidhen me komunikimin, mësimin apo interesat personale mund të duken urgjente, por në të vërtetë, ajo që ke më shumë nevojë është pak shkputje për të rikuperuar energjitë. Ngjyra me fat, e verdha e artë, ora me fat, 10 deri 11, 30, këshilla për sot, mos e nënvlerëso fuqinë e qetësisë. Në heshtje lindin idetë më të mëdha dhe vizionet më të qarta. Lëre imagjinatën të udhëheq, por mos harro të qëndrosh me këmbë në tokë. Vetëm kështu do ta kthesh ëndrrën në realitet. Britsjapi, sot mund të ndjesh një përplasje të brendshme mes asaj që ke për të bërë dhe asaj që ndjen se ke nevojë të përjetosh emocionalisht. Ka një tendencë për të u zhytur në mendime, fajsim apo ndjenja pasigurie që mund të ngatërojnë në përditshmëri dhe të ndikojnë në produktivitet. Nëse je ndjer i shpërndar apo emocionalisht i lodhur, kjo është një shenjë se ndoshta ke nevojë për pak më shumë kohë për veten. Mund të ndjesh një tërheqje drejt botës së brendshme, dëshirë për qetësi ose për të shkëputur nga zhurma e jashtme. Diçka në marrëdhëniet apo pritshmëritë ndaj të tjerëve mund të shkaktojë zhgënjim nëse nuk e sheh me sy realist. Kujdes me idealizimin e të tjerëve apo me varësinë emocionale. Kënaqësia e vërtet lind kur e gjen ekuilibrin brenda vetes dhe marrëdhëniet i sheh si pasurim, jo si zgjidhje gjatë pasdites. Mund të ndjesh prirje për të menduar shumë rreth çështjeve që nuk kanë zgjidhje të menjëhershme. Në vend që të rrotullohesh në mendime të pafundme, përqendrohu tek hapat konkret që mund të ndërmarrësh tani. Kujdes edhe me shqetësimet për burimet financiare apo materiale, mos lejo që ato të erësojnë kënaqësitë e tjera që mund të ofrojë dita. Ngjyra me fat, gri argjend, këshilla për sot, mos harro, marrëdhëniet janë të rëndësishme, por nuk duhet të bëhen burimi i vetëm i lumturisë. Kur je i qetë me veten, çdo lidhje e jashtme bëhet më e bukur dhe më e qëndrueshme. Prano ndjesitë pa i gjykuar dhe ec përpara me durim. Ujori, sot ndikimi i katrorit diell, Neptun mund të krijojë ndjesinë e mjegullës mendore, ku çdo hap duket më pak i sigurt dhe drejtimi më pak i qartë. Në vend që të ndjekësh me kokëfortësi listën e gjërave për të bërë, ndoshta është koha të ndalesh dhe të dëgjosh brendësinë tënde. Dëshira për të organizuar, sistemuar dhe vendosur rregull në jetën praktike është e fortë kohët e fundit, por nëse ke anashkaluar nevojat e shpirtit, të imagjinatës apo thjesht pushimit emocional, kjo ditë do të kujtojë rëndësinë e tyre. Ndërsa mendja mund të shpërqendrohet lehtë, kjo nuk është një dobësi, përkundrazi, është një thirrje për të parë përtej sipërfaqes dhe për të ndalur për të reflektuar. Në vend që të kërkosh kontrollin absolut, lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm dhe gjej rehatin në mosqartësinë e përkohshme. Paqartësia aktuale mund të çojë në një kthes të re më përpara. Më vonë gjatë ditës, mund të lindin dyshime për disa plane që ke bërë, dhe kjo nuk është domosdoshmërisht negative. Pyetjet që shfaqen sot mund të ndihmojnë të shohësh më qartë një të vërtetë që e ke anashkaluar. Mos u trem nga ndërrimi i drejtimit, ndonjëherë një gabim mund të çojë pikërisht atje ku duhet të jesh. Ngjyra me fat,
e kaltër e lehtë, ora me fat, 11 deri 13, këshilla për sot, jepi vetes leje për të mos ditur gjithçka. Ndaj më pak kohë për punët praktike dhe më shumë për ëndrat, për fantazinë dhe për të ushqyer shpirtin. Largohu për pak nga rrjedha e zakonshme dhe do të shohësh më qartë çfarë ke lënë pas dore. Peshqit, sot mund të ndihesh më i ndjeshëm dhe më i shqetësuar se zakonisht për shkak të ndikimit të katrorit diell Neptun. Ky tranzit mund të mjegëllojë perceptimin tënd, duke të bërë të dyshosh në ndjesitë tua apo në rrugën që po ndjek. Kjo ditë të fton të shikosh brenda vetes për përgjigjet që kërkon, por shpeshherë ne priremi të kërkojmë lumturinë jashtë vetes, tek të tjerët apo në rrethana të jashtme, gjë që mund të çojë në zhgënjim. Mund të ndjesh mungesë motivimi për të përballuar detyra të përditshme apo përgjegjësi praktike. Megjithatë, nëse një aktivitet përputhet me idealet ose ëndrat e tua, do të ndjesh një rritje të menjëhershme të energjisë dhe kreativitetit. Shfrytëzoje këtë për të ushqyer anën tënde artistike dhe shpirtërore. Kujdes me çështjet financiare. Mund të tundohesh të injorosh një problem ose të bësh një shpenzim për të mbushur një boshllëk emocional. Mbaj këmbët në tokë dhe shmang vendimet impulsive. Në këtë periudhë, dielli po ndriçon sektorin tënd të krijimtarisë dhe vetshprehjes dhe kjo është një mundësi e artë për të zbuluar pasionet që ke lënë pas dore. Nëse ndihesh i ngarkuar apo i turbullt, përqendrohu tek problemet më të vogla. Zgjidh ato një nga një dhe mos lejo frikërat të bllokojnë. Vështirësitë e sotme mund të jenë një ftesë për të eksploruar veten në thellësi dhe për të bërë ndryshime të domosdoshme. Ngjyra me fat, kremi, ora me fat, 10, e 45 deri 12, e 15 këshilla për sot, lëri pas iluzionet dhe përqafo realitetin pa frikë. Ndonjëherë, për të fluturuar, duhet së pari të prekësh tokën. Krijimtaria është aleatja jote më e mirë sot, shprehu lirshëm dhe mos i tremb emocionet që dalin në sipërfaqe.